Pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, sistemi gjyqësor nuk po hesht më. Një val bashkimi ka përfshirë të gjithë gjyqtarët në të gjithë vendin, të cilët për herë të parë pas shumë vitesh kanë vendosur të flasin dhe të reagojnë dhe të kërkojnë qartë atë që bëri dje të shprehen vetëm në heshtje. Drejtësia ka nevojë për mbrojtje, dinjitet dhe pavarësi reale. Gjykata e lartë ka njoftuar një mbledhje të jashtëzakonshme në të gjithë trupën Gjykata e lartë ka njoftuar një mbledhje të jashtëzakonshme të gjithë trupës gjyqësore të Republikës së Shqipërisë, e cila do të zhvillohet më 9 tetor në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Qëllimi, një qëndrim i unifikuar kundër dhunës, kërcënimeve dhe për herë të parë edhe kundër sulmeve politike që prej vitesh minojnë vendimarrjen e gjykatave. Nuk do të përkulemi përballë dhunës, nuk do të lejojmë që asnjë presion politik të ndikojë mbi gjykimin tonë, thuhet qartë në deklaratën e shpërndarë nga Gjykata e Lartë, e cila bën thirrje për respekt ndaj funksionit gjyqësor dhe garantimin e sigurisë fizike dhe morale të gjyqtarëve. Ky reagim i paprecedent përfaqëson më shumë se një reflektim mbi një ngjarje kriminale. Është një sfidë drejt për drejt ndaj politikës, e cila ka nisur një seri sulmesh dhe denigrimesh ndaj drejtësisë. Kryeministri sulmon me emër dhe mbiemër ata që japin vendime kundër qeverisë, ndërsa ish kryeministri sulmon çdo prokuror që heton aferat e tij. Padyshim këto sulme ishin një inkurajim për Elvis Shkambin, i cili i mori jetën gjyqtarit në krye të detyrës, por gjyqtarët duket se do i thonë stop kësaj gjëje. Njoftimi i Gjykatës së Lartë, ngjarja e rëndë dhe e dhimbshme ndodhur së fundmi, që tronditi thellë sistemin gjyqësor dhe opinionin publik, ka nxjerrë në pa gjendjen e brisht të sigurisë, por edhe rëndësinë e respektit që duhet të shoqërojë ushtrimin e funksionit gjyqësor, pas dakordësisë së shprehur nga të gjithë gjyqtarët e Gjykatës së Lartë dhe pas takimit të zhvilluar me zëvendës kryetare të gjitha gjykatave të vendit, është autorizuar kryetari i Gjykatës së Lartë që në ushtrim të përgjegjësive institucionale të thërrasë të gjithë gjyqtarët e Republikës së Shqipërisë në një mbledhje të veçantë, e cila do të zhvillohet ditën e njëjtë, më datën 9 tetor 2025, ora 10, në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kjo mbledhje përfaqëson një moment të rëndësishëm bashkimi, reflektimi dhe force morale për të gjithë trupën gjyqësore të vendit, e cila do të shpreh qartë dhe me dinjitet se asnjë akt dhune nuk do të përkul drejtësinë, asnjë kërcënim nuk do të ndalë gjyqtarin të kryejë me ndershmëri detyrën, asnjë presion politik apo publik nuk do të cënojë pavarësinë e gjykimit. Gjyqtarët e Republikës së Shqipërisë do të qëndrojnë të bashkuar me kurajo dhe vendosmëri për të mbrojtur jo vetëm jetën dhe dinjitetin e tyre, por edhe vetë të drejtën e qytetarëve për një drejtësi të paanshme dhe të pavarur. Në këtë moment të ndjeshëm, trupa gjyqësore i drejtohet opinionit publik me besim dhe respekt, duke ftuar të gjithë të kuptojnë se drejtësia nuk është armike e askujt, por mburoja më e fortë e shoqërisë dhe çdo qytetari ndaj padrejtësisë dhe dhunës. Ky është një moment që kërkon forcë, qetësi dhe unitet. Drejtësia shqiptare do të vazhdojë misionin e saj me dinjitet, besim dhe vendosmëri.